Po përsëri dhe njëta pyetje edhe që mos shqetësoheni sepse kuptoj që jeni shumë shqetësuar pse unë nuk jam atje, se mezi prisni që unë të më shikonit atje. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis të përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. E dyta, duke qenë se zoti Mediu është ura që lidh Amerikën me rrugën e shpresës, unë prisja nga zoti Mediu në fakt që të hidhte poshtë pretendimin e Britanisë dhe të mbante anën e Amerikës, po s'ka problem se nuk shohim ne asnjë arsye për të parë divergjenca të tilla, kështu që zoti Mediu rrini i qetë, analizat i kanë bërë ata që na kanë ftuar dhe ne nuk na ka ardhur akoma koha të analizojmë ata që na ftojnë.